mbi funksionimin e kampit të Tepelenës. Kalojmë tani në Kosovë, ku rreth 400.000 nxënës filluan vitin e ri shkollor sot. Këtë vit në klasë të parë janë regjistruar rreth 29.000 nxënës, ndërsa autoritetet paralajmëruan reformimin e sistemit arsimor në Kosovë, i cili ende vazhdon të përballet me sfida, përfshirë dhe kushtet e mësimit dhe mësimdhënies. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Rreth 400.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të Kosovës filluan sot vitin e ri shkollor, në mesin e të cilëve për herë të parë rreth 29.000 nxënës që fillojnë klasën e parë të shkollës fillore. Autoritetet thanë se janë bërë të gjitha përgatitjet për këtë vit shkollor, ndërsa kanë siguruar falas tekstet shkollore për nxënësin nga klasa e parë deri në klasën e 9. Ministri i Arsimit në Kosovë Arsim Bajrami tha se përparësia e ministrisë së tij do të jetë rritja e cilësisë mësimore. Jemi të vendosur që ky të jetë vit i kthesave, e kemi shpall një vit i ngritjes substanciale të cilësisë, po e nisim me moton të krijojmë shkolla cilësore, shkolla që do të sigurojnë një mirëqenie të përgjithshme familjare, shoqërore dhe shtetërore. Ka ardhur koha që ne të tregojmë se kur ka vullnet të mësimdhënësve, të prindve, të institucioneve shtetërore, është e mundshme që të sigurojmë shkolla cilësore në mënyrë që fëmijët tanë të marrin një edukim pozitiv, çfarë meritojnë. Njohës të çështjeve arsimore në Kosovë thonë se ky sistem përballet me shumë probleme, posaçërisht me mungesë të cilësisë. Drejtori ekzekutiv i Qendrës për Arsim të Kosovës, Dugaxhin Popovci, tha për Zërin e Amerikës se që nga përfundimi i luftës, Kosova ka shënuar përmirësime të dukshme në infrastrukturën e shkollave dhe pagat e mësimdhënësve, por jo edhe në cilësi. Pra, ajo është e dukshme në sistemin e arsimit dhe është mirë që Ministria e Arsimit kohëve të fundit ka filluar të jetë, si them ashtu, e vetëdijshme, e ndërgjegjshme për këtë problem dhe të merr masa adekuate që kjo të përmirësohet. Natyrisht, masat për përmirësimin e cilësisë janë gjithë një masa afatgjate, ato nuk mund t'japin rezultate brenda një periudhe të shkurtër kohore, por nëse nuk merren, atëherë nuk do të ketë kurfar rezultatesh. Zoti Popovci thotë se përgjegjësia kryesore për cilësinë e arsimit bie mbi mësimdhënësit. Prandaj është e pamundur që të ketë kritika për cilësinë e arsimit, respektivisht për cilësinë e njohurive të nxënësve, dhe thuhet se çdo gjë është në rregull me mësimdhënien. Pra, nuk është në rregull diçka me mësimdhënien në Kosovë, me vetë faktin se kemi rezultate me të cilat nuk jemi të kënaqur. Një sfidë për sistemin e arsimit në Kosovë mbetet numri i vogël i nxënësve që regjistrohen në shkollat profesionale. Zoti Popovci thotë se kjo fushë është shumë e nevojshme për Kosovën dhe të ardhmen e saj ekonomike. Mendoj se zgjidhja për këtë është në përmirësimin e këshillimit për karrierë, në mënyrë që nxënësit që nga shkolla fillore të orientohen për ato drejtime për të cilat kanë prirje në pajtim me potencialin e tyre, kuptohet. Dhe e njëjta gjë duhet të ndodhë edhe në shkollat e mesme para orientimit në fakultet, sepse edhe në arsimin e lartë të Kosovës diku rreth 60% të programeve janë nga shkencat shoqërore, ku mundësitë e punësimit janë shumë më të vogla se sa në shkencat e natyrës ose në inxhinieri dhe prodhimtari. Edhe më tej sistemi shkollor përballet me vështirësi shkolla të mbipopulluara, ku mësimi zhvillohet në klasë me më shumë se 40 nxënës dhe me disa ndërrime, si dhe me gjendje jo të mirë të personelit arsimor. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu.